Flokët e tu po të japin sinjale, por shumica prej nesh nuk po i dëgjon. Nëse ke zbokt që rikthehet vazhdimisht, ose po vëren që flokët përhollohen, nuk është thjesht një problem estetik që zgjidhet me një shampo tjetër. Është një sinjal që diçka nuk është në balans brenda trupit. Le ta marrim me radhë. Zbokthi. Në shumë raste nuk është vetëm lëkurë e thatë. Shpesh lidhet me një mbigarkesë në skalp dhe ushqehet me 3 faktorë kryesorë: sheqeri, hormonet e stresit dhe yndyrnat. Pra, sa më shumë ushqen këtë cikël, aq më shumë vazhdon problemi. Nga ana tjetër, hollimi i flokëve shpesh lidhet me një inflamacion në rrënjë. Kur rrënjët irritohen, furnizimi me oksigjen dhe ushqyes bie dhe flokët hyjnë në një fazë stopimi, pra ndalojnë rritjen, dhe këtu ndodh gabimi më i madh. Ne përgjithsisht trajtojmë vetëm simptomat, kremra, shampo, produkte, por nuk prekim shkakun real. Nëse do ta rregullosh vërtet problemin, duhet ta bësh në mënyrë strategjike. Hapi i parë: ul sheqerin dhe ushqime që e përkeqësojnë këtë gjendje. Hapi i dytë: puno me shëndetin e zorrve, sepse mikrobioma ndikon direkt tek lëkura dhe skalpi. Hapi i tretë: rikthe balancën e përgjithshme në trup që të reflektohet edhe jashtë, sepse ekziston një lidhje shumë e fortë mes zorrëve dhe lëkurës, dhe flokët janë pjesë e kësaj. Flokët nuk janë problemi, janë thjesht mënyra se si trupi yt po të thotë që diçka ka nevojë për vëmendje.